Edhe ti, mirë thot Albani. Ftoj njerëz nevojtar. Të njerëz allergjin. Sidomos këta lebrit. Rek. Okej, Albano, jepi rek. Lorena, jepi rek Po mikrofon. provë ke bëti? Që provash? Mikrofonin, tim. Thjesht jepi provë. Jepi rek të butoni kuq. Sipër. Bëri bërë. Bër. Kthej pak, hiqe dorën. Krau tjetër. Po, më rek jemi. Të sigurt se mos ta shko dëm. Jemi shumë të sigurt. Oj. Prit njerë se s'di qarë do të pyst. Kotkër. Shpalose, çfarë të doj zemra? Jemi pa komplekse. Ja të gjonë të Alban, pa kompleks. Albani është shumë i zënë duke bërë scroll. Ore, Scroll. Si kemi ndru venet sot, e? Albani mrapa rekut, ti para rekut. Të kompjutrave. Pse s'ke vesh këmish ti s'më ke respektuar sot? Sepse isha në krye të detyrës derisa erdha këtu. Jam shumë e zhgënjur. S'ka gjë, zhgënjime më të thella do të vinë. Po ma. Oj, shqyr na dole njerë para kamerave, se ngele është më mirë ande, apo këte? Nuk e kam probleme thënë drejtën, kudo që t'jetë situata ime nuk ndryshon. Nëse ajo pëlqimi është ose dashuria është. Përse jo, mund të ndërtosh një lidhje shumë të këndshme. Po, Rubi është i hapur edhe për vend pune, edhe për nuse. Kemi ardhur nga Kaqërvadia me këto kushte. Ne kemi dhe inxhinjerit nga Shqipëria. Shumë që goca Shpresë për të ardhmen në Shqipëri. mos u mbisni kohë. Po. Çfarë plani ke ti ose dëshire për të ardhmen? Sa kishe menduar? Ose po kërkon shumë. Po ule në këtë tavolin. Plan Do s'kazesh. kemi shumë, po plan kemi shumë, po varet dhe ëndra kështu kemi sa duash të cjertare. Po zën myk bile. Dashurën kështu ai, kështu cyborg. Po. Që cyborgu presupozohet të jetë gjys rob, po me Të mix me shkretat robot femra komplet. që u rrit konkurenca, akoma më shumë do ngelin në për kirurgji tash. Po hajde ka për proflokshë, do po mirë ke. Ti mi muti. Pip. Po. Po kesh bësh me robot që të thyt urit. E nese, do më thënë, këto luzerat do karakterizohen nga një robot në krah, do më thënë, që sa të mirë ka mund femrën ti me robot, do më thënë. Shpresoj mos të ketë në masën e. Mos të ketë pasojë në tensioni lartë, kështu. Me çak i shkurt. Në fillim, e di që mua në spital më vunë emrin Babi Qyqan. Se vetëm qaja. Bëj konkurrencë me babyn, my babyn apo babin. Jo, baby ishte shumë i mirë, nuk u ndjente, thjesht erdhën doktoresha dhe thanë, ha babi, ndalove si qari, dhe vinin her pas here, më vunë dhe nickname-in që unë jam Babi Qyqan. Pse qaje? Po unë jam njëri emocional. Në Covidit, ne qëndruam të blokuar për 3 muaj në shtëpi. Ma beso, ato kanë qenë 3 muajt më të tmerrshëm të jetës time. Atë javën e parë, hajde diçka, se pushoj pak trupi, u çlodh. Pastaj filloi një monotoni e tmerrshme. Unë nuk mund të qëndronja dot në shtëpi. Dhe Fillove ti përshën për divan. jo, përveç se në divan. Fillova vishnja rrobat e malit, vishnja menja dhe çantën, edhe bënja ecje në për shtëpi ose dilnja poshtë te lagja, bënja ecje. Kush të ka parë me atë veshje ka thënë kjo që nga çmë. Efektet e para të izolimit. Efektet e para të izolimit.
Më dalë plak se. Edhe që ja para s'di gjahon si fillohet. Lorena i di këto. Unë zakonisht kam qenë i ftuar. Kur isha i ftuar, di isha mirë. Okej, kjo do hiqet, do fshihet me se si pjesë. Jo më dojle. Dojle, jo usë në ples fare dhe në ndrysh nga tjerët. Okej, super. Idiot ligu e... Jo se do filloj tamam. Zakonisht kam qenë i ftuar. Kur isha i ftuar, di isha mirë. Okej, kjo do hiqet, do fshihet me se si pjesë. Jo më dojle. Dojle, jo usë në ples fare dhe në ndrysh nga tjerët. Okej, super. Idiot ligu e... Jo se do filloj tamam me gjithë këto kamera, unë se di, po ndihem mjaft, duket mjaft interesante, mjaft serioze. Që serioze është situata, po jo unë. Kam pi i qike, kështë gjërësh. Të jemi sinqert, nuk e di se si mund të jem praktike streqet e si kam provuar ndonjëherë. Shpresoj mos t'i provosh. Deri tani se kam plan. Po që Edhe kur më përmbyt shtëpia në Vlorë, gjë e parë, aty, okay, sigurisht gjitha herët e kuzhinës, dollap, frigorifer, u prishën dhe unë që u them prindërve, amanet pikturat, aman, dhe kur më erdhi njëri për të vlerësuar, këtë e them më shumë për humor, për të vlerësuar dëmin, edhe pa i frigorifer, lavatrice, gjitha këto, tha, edhe unë që i them që shiko, kam dhe ca piktura, duhet i vini ti vlerësoni qik. O vllai më tha, ke në lavatrice, në frigorifer, në se për këto. Thash, okej, dakord, në rregull. Atëherë, gatimi ka qenë gjithmonë. Është vërtet kjo pjesa që ty direkt emocionet. S'ka që janë emocionet bukura. Po, patjetër.